Në muajin tetor 2025 u lançua publikisht nisma për largimin e automjeteve të sekuestruara nga zona 24 Maj. Qindra mjete të sekuestruara, të cilat u zhvendosën nga zona e Triportit në drejtim të bllokut të banimit pranë ish stacionit të trenit të Mallrave, do të zhvendoseshin sërish. Këto mjete pas hapjes së procedurës në Ministrinë e Linjës do të shkriheshin dhe të ardhurat do t'i kalonin qeverisë shqiptare dhe buxhetit të shtetit. Pas shumë muajve nga lançimi i kësaj nisme, e cila u tha se do të realizohej brenda një kohe fare të shkurtër, ka nisur zyrtarisht puna. Prej lagjes 24 Maj janë larguar automjetet e para, të cilat janë zhvendosur në vendet e posaçme për të shkrirë. Ka nisur largimi i automjeteve të sekuestruara nga policia, atyre të përdorura në ngjarje kriminale, si dhe të aksidentuara nga lagja 24 Maj nga zona e ish ushqimores. Pas shumë muajve ndërprerje, ka nisur realizimi i projektit për t'i çuar këto mjete për shkrirje për pjesë një nisëm kjo e qeverisë shqiptare, e cila konsiston gjithashtu edhe në pastrimin nga automjetet e sekuestruara të gjithë territorit. Ky projekt ka për synim që krahas të ardhurave që mund të sjellë më tepër të konsistojë edhe në pastrimin e zonës. Në një prej blloqeve të banimit në periferi gjenden ende me qindra makina, të cilat zaptojnë territorin dhe ofrojnë një imazh negativ. Reforma për lirimin e hapësirës publike nxiti këtë projekt, i cili ka nisur të realizohet. Nuk dihet pse është vonuar kaq shumë në kohë, pasi puna duhet të kishte nisur muaj më parë, por besohet se pengesa ka qenë tek përgatitja e të gjitha dokumentacioneve përkatëse për këtë projekt ligj. Në zonë janë edhe 10 mjete të tjera, të cilat do të largohen në vijimsi. Më pas, territori pritet i nënshtrohet pastrimit gjeneral të tij nga pjesët e thyera të automjeteve që janë në zonë.